Në çdo sezon veror në qytetin e Vlorës, por edhe në Bregdetin që I përket bashkisë Imardh dhe Sarand, siguria në plazhe vendoset në pikpyetje të madhe. Pa siguri e cila vazhdon prej vitesh të jetë në nivele alarmante edhe për shkak të mjeteve detare, të cilat janë kthyer në gangren për pushuesit, të cilët zgjedhin Vlorën dhe jo vetëm. Mjetet detare që lundrojnë me shpejtësi tej normave të lejuara dhe shumë të tjera pa dokumentacionin e rregullt. Nuk mungojnë as mjete lundruese, të cilat lundrojnë afër bregut, aty ku notojnë pushuesit, si dhe shumë mjete të tjera detare që drejtohen nga persona pa eksperiencë, që I shohin këto të fundit si një mundësi biznesi, pa marrë parasysh faktin e kanosjes së rrezikut për jetën, për ata vetë, por edhe për të tjerët. Siguria në plazhe, pikërisht nga mjetet lundruese, vazhdon të jetë në nivele minimale, teksa kontrollet e ushtruara nga policia kufitare dhe njësia policore detare kanë treguar edhe njerë faktin se në Vlorë, në Bregdetin e Jugut, lundrojnë çdo ditë mjete në kundërshtim me rregullin, ligjin, pa dokumentacione të rregullta, të cilat drejtohen nga persona që nuk mund ta marrin atë përgjegjësi. Siguria në plazhet e qytetit të Vlorës mbetet ende në pikpyetje, edhe për shkak të qindra mjeteve lundruese, të cilët qarkullojnë, lundrojnë çdo ditë në detin e Vlorës me shpejtësi të lartë. Kjo edhe për shkak të mungesës së kontrolleve të theksuara, të cilat duhet të jenë të erpaseshme, pasi janë tepër të domosdoshme për sigurinë e pushuesve në plazhe. Policia e Vlorës konfirmon se vetëm nga një kontroll, aksion I zhvilluar ditët e fundit, janë penalizuar dhe bllokuar 41 mjete lundruese, por sigurisht numri I mjeteve lundruese cilat janë të bllokuara vazhdojnë pa dokumentacione të rregullta, duhet jetë edhe më I madh, prandaj kontrollet duhet vazhdojnë edhe më tepër. Sipas të dhënave të këtij aksioni, I cili vjen në sezonin veror, kur faktikisht duhet ishte bërë më parë, për të garantuar që mos të kishin përsëritje të fenomeneve negative dhe tragjike, si vitet e kaluara, bëhet me dije se nga 132 mjete lundruese të kontrolluara gjatë ditëve të fundit, nga Ksamili në Sarand, 41 rezultuan në palishmëri, janë bllokuar 41 mjete lundruese, 7 xheski, 34 gomone dhe mes tyre dhe skafe. Drejtuesit e këtyre mjeteve lundruese u ndëshkuan përshkeljet, 3 përshkelje të perimetrit të sigurisë, u gjobitën me masë administrative 100.000 lekë të reja, 2 për tejkalim të numrit të personave që lejohen në bord, masë administrative 30.000 lekë të reja secili, 1 për ushtrim të aktivitetit pa licencë, masë administrative 100.000 lekë të reja, 1 për mos regjistrim të pronësisë mbi mjetin lundrues, masë administrative 20.000 lekë të reja, 34 për mungesë të dokumentacionit në bord, masë administrative 10.000 lekë të reja secili, por me qindra mjete lundruese, të cilat lundrojnë çdo ditë me shpejtësi të lartë, janë edhe në Bregdetin e Vlorës, ndaj vazhdimi I aksionit është tepër I domosdoshëm edhe në këtë vijë bregdetare, për shkak se numri atyre që shkelin ligjin është tepër I lartë. Duhen marrë masa në kohë, duke mos u kujtuar vetëm kur ndodhin raste fatale për marrjen e masave të mëtejshme. Garantimi I sigurisë dhe marrja e masave në kohë pakson rrezikun për lëndime të personave apo humbje jete. Eksperienca e viteve të kaluara na tregon se neglizhenca përkthehet në më tepër raste tragjike.